Presidenti Trump garonte për një mandat të dytë. Në atë kohë, ai humbi ditën më them 3 orët e fundit kur numëroheshin votat, humbi me një diferencë të vogël ndaj presidentit Biden. Të gjithë e quajtën që ai humbi. Por në bazë të shërbimeve amerikane dhe atyre çfarë është parë këto muaj të fundit nga Tulsi Gabbard, që është shefja kryesore e shërbimeve gjithë shërbimeve inteligjente amerikane në Shtëpinë e Bardhë, ashtu si dhe CIA amerikane zoti Ratcliffe, apo dhe FBI-a, kanë dalë në dritë dokumenta të qarta që zgjedhjet e vitit 2020 janë zgjedhje të manipuluara dhe është luajtur në momentet e fundit mbasi janë mbyllur numërimet në shumë shtete, sidomos në ato shtete të lëkundura që quhen swing state, për shembull Pennsylvania. Po, dhe ne jemi ndalur gjërësisht në transmetim në ato zgjedhje tek këto swing states, sikur ndalëm dhe në këto zgjedhje për ta rikthyer në vëmendje për publikun për çfarë po flasim. Është luajtur me software-in e votave të cilat ishin vota elektronike. Ka pasur 2 sisteme elektronike të cilat janë 2 kompani të mëdha të votimit elektronik, që si Amerika ashtu dhe vendet tjera të botës i kanë marrë vazhdimisht për sa i përket zgjedhjeve për të menaxhuar sistemin zgjedhor apo zgjedhjet e përgjithshme. Dhe kjo ka qenë një nga kompanitë kryesore është Cinematic dhe dyta Smartmatic dhe Dominion. Smartmatic dhe Dominion. Po dhe ne do doja në fakt që mendimën e regjis tani të shinim ndërkohë që ti flet edhe një nga linqet, një nga këto momentet publikuara në Twitter që ta kemi kështu për ilustrim. Po. Smartmatic dhe Dominion. Dominioni dhe Smartmatic janë 2 kompani të cilat kanë lindur në Venezuelë. Ato kanë lindur nga pasardhësi i Maduros, nga Hugo Chavez. Ai i përgatiti këto 2 kompani nga shërbimet inteligjente dhe shërbimet ushtarake të Venezuelës, pikërisht për të dhënuar zgjedhjet në Venezuelë, sepse nuk kishte shans që as Hugo Chavez dhe as Maduro të fitonin në qoftë se nuk do të manipuloheshin zgjedhjet. Megjithse Maduro nuk fitoi në zgjedhjet e fundit në Venezuelë, pavarësisht gjithë manipulimit zgjedhor që u bë nga të 2 kompanitë. Këto 2 kompanitë shumë vite më parë, dikur vites 2016, këto u regjistruan në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe aty Shtetet Bashkuara të Amerikës filluan të marrin shumë shtete, sidomos swing states, filluan që të marrin këto 2 kompani për menaxhimin e votimit elektronik. Pikërisht këto kompani më pas hapën një degë dhe në vitin 2020 dega kryesore e Dominionit ishte në Beograd, në qendër të Beogradit. E krijuar aty u hap nga një biznesmen i fuqishëm serb pranë presidentit Vučić, i cili ishte dhe pronar i Huawei-t, firmës së famshme kineze. Pra kishte edhe një interes kinez në mes. Dhe gjithë databaza e të dhënave të sistemit elektronik zgjedhor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës menaxhohej nga Caracas, kryeqyteti i Venezuelës, dhe nga Beogradi. Ja, këto janë disa nga materialet që referohen pikërisht kësaj që ti e duke shpjeguar Edit, kësaj çështje në vetvete. Po. Dhe abuzimi zgjedhor abuzimi është bërë në momentet e fundit me anën e kodifikimit, është bërë nga këto 2 vende, ku janë shtuar votat në të qinjtat e sekondave për presidentin Biden. Madje ka shumë sqarime të shërbimeve inteligjente që tashmë janë dhe publike faktikisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës pikërisht për këtë çështje. Dhe vetëm përpara 2 javësh presidenti Trump ka folur pikërisht për manipulimin zgjedhor që është bërë për zgjedhjet e 2020-s. Pra, dhe në vitin 2024, se shumë kush mund të pyesi pse nuk funksionoi kjo në 2024, sepse ekipi presidentit Trump që ishte aq i stërvitur sa që mori masa. E dini ju që ka pasur njerëz të cilët kanë qenë shërbys në espionazh, kuptohet, nga ekipi Maduros drejt ekipit të presidentit Trump apo shërbimeve amerikane, pikërisht për çështjen e Smartmatic dhe të Dominionit, pra të dyre këtu kompanive se si mund të funksiononin në qoftë se natyrisht do kishin një kujdes më të madh nga ana e ekipit të Trump team, të ekipit të Trumpit. Kështu e njëjta gjë ka ndodhur dhe në Beograd. Në qoftë se mbani mend, dhe këtë po e them edhe për shikuesit e Syri TV, 2 javë përpara zgjedhjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vjet në nëntor, pati një lajm që djali i madh i presidentit Trump, Trump Jr., vizitoi me urgjencë